ProLiq Podcast, u mbështet nga Përshëndetje miq, jemi përsëri në episodin e radhës të ProLiq Podcast, në një habitat ku biznesi po zhvillon veten çdo ditë. Cilat janë format juridike që ProLiq Podcast ndërmjet ekspertëve që fton ju rekomandon ju për të bërë një biznes në përputhje me ligjin dhe me lehtësirat fiskale që legjislacioni tatimor ka. Kemi ftuar sot avokaten Klaudia Reka për të folur për këtë temë juridike dhe financiare gjithashtu. Klaudia, mirë se ke ardhur. Faleminderit për pranimin e ftesës. Klaudia, flasim pak për biznesin në Shqipëri. Cilat janë format juridike që ligji për shoqëritë tregtare parashikon për të bërë biznes? Atëherë, ndryshe ne përkthejmë të bërë biznes në formën ligjore të shoqërive tregtare, ose shoqëri tregtare përkthehen në të bërë biznes në Shqipëri. Çfarë do thotë kjo? Që në momentin e parë që dikush ka një ide, e përkthen atë më vonë në një plan konkret për ta konkretizuar në përfitime monetare. Patjetër që kjo ide do të shoqërohet me një formë ligjore të caktuar, ku shumica e njerëzve zgjedhin të konsiderojnë si formën e parë ligjore personin fizik, i cili ka edhe më pak burokraci, më pak edhe kosto dhe lidhet ngushtë me të bërit biznes si person i vetëm. Qëndrojmë pak te personi fizik që ngatërohet me individin. Personi fizik është forma ligjore, pra regjistrimi i një NIPT pranë qendrës kombëtare të biznesit. Çfarë aktesh ligjore duhen për të hapur apo për të çelur këtë formë juridike, krahasimisht me një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar apo shoqëri aksionere? Atëherë, personi fizik, sikurse thamë, është i lidhur ngushtë me individin tregtar. Pra, dikush që ka një ide, shkon dhe regjistron idenë e tij në formën juridike me një dokumentacion caktuar, sikurse karta e identitetit, një seli ose një vendodhje, e cila për hir të vërtetës së fundmi kërkohet që të jetë shumë qartë e identifikueshme. Do duhet për personat të cilët kanë ambientin e tyre një vërtetim kontrate, certifikate pronësie, ndërsa personat të cilat kanë një ambient të marrë me qira do duhet ta përkthejnë atë në një qira të konkretizuar përpara noterit. Për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, cila është paketa ligjore për të themeluar një të tillë pranë qendrës kombëtare të biznesit? Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, sikurse thamë, janë forma më e këndshme e të bërit biznes, duke qenë se me kalimin e kohës mund të ndryshojnë dhe rrethanat, ose nga një person i vetëm mund të shtosh dhe ke mundësinë ta përkthesh atë në të bërit biznes me më shumë njerëz të tjerë. Mund të shtosh administrator, ortak të ndryshëm, të cilët marrin role të caktuara në biznesin tënd. Është shumë e rëndësishme që prej herës, që për fillimit gjenezës së biznesit, për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar do duhet të jenë shumë qartë të përcaktuar rolet në shoqëri. Pra, kush do jetë personi që firmos, kush do jetë administratori, kush do të jetë personi që përgjigjet për faturat, duhet të jetë shumë e qartë mënyra se si do të funksionojë shoqëria. Gjithashtu do duhet të krijohet në bazë të një statuti dhe akt themelimi. Qëndrojmë pak tek akt themelimi dhe statuti, të cilat si akte por nga natyra juridike legjislacioni i përcakton dhe që mund të jetë vetëm një. Akt themelimi dhe statut. Shpeshherë krijohet ky konfuzioni kryesisht nëpër banka, nga praktika që kërkojnë akt themelimi dhe statut për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar apo SHA. Çfarë mund të themi për këtë rast? Atëherë, shumë e rëndësishme në fakt të bëjmë dallimin, sepse statuti është kushtetuta baze e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në të cilën sikurse thamë, që prej fillimit është shumë e nevojshme të identifikohet qartë mënyra se si do funksionojë shoqëria, kur do të prishet shoqëria, mënyra se si do të funksionojë, kush i merr vendimet dhe kush do t'i lidhë kontratat. Përpos kësaj, në një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të regjistrosh më shumë se një administrator, secili prej tyre duke përcaktuar rolet përkatëse. Ndërkohë që akt themelimi nënkupton faktin që ti identifikon qartë mënyrën se si themelohet shoqëria, kur dhe momenti i parë i çeljes së shoqërisë. Pra, nëse statuti përcakton qartë rregullat dhe mënyrën se si do funksionojë shoqëria apo likuiditetet, afatet e emërimit të administratorëve apo të ortakëve, përfshir këtu edhe kapitalin themelor të shoqërisë,
Akt themelimi lidhet ngushtë me nga termi akt themelimi me momentin se kur shoqëria themelohet, nga kush themelohet dhe gjeneza e një SHPK-je. Për sa i takon kapitaleve, të secilës prej formave juridike të cituara më sipër, të personit fizik, të SHPK-s dhe SHA-s, sa janë ato në raport me ato që ligji parashikon? Sa është kapitali minimal për secilin nga format juridike? Atëherë, personi fizik është më i përdorshëm në praktikë dhe këshillohet shumë shpesh për bizneset të cilat ofrojnë shërbime në përditshmërinë e tyre. Dhe nuk ka nevojë për një kapital fillestar të përcaktuar qartë nga ligji. Ndërkohë që SHPK-ja është forma më e përzgjedhur, duke qenë se shumica vendosin të bëjnë biznes me më shumë se një individ dhe vendosin të zgjedhin SHPK-n si forma më e përshtatshme, duke qenë se kapitali fillestar është 100 lekë. Ndërkohë që SHA-t janë më komplekse nga natyra, dokumentacionin që kërkohet për ta themeluar është më burokratik dhe ka një formë të organizimit më kompleks nga shoqëritë e tjera apo nga personi fizik, ka një kapital fillestar 3.500.000 lekë, i cili është i konsiderueshëm sipas ligjit në nivel minimal nëse ofrohet me ofertë private. Ndërkohë që nëse flasim për SHA me ofertë publike, përkthehet në një kapital më të lartë. Për sa i takon fushës veprimtarive të shoqërive tregtare, a është ajo e kufizuar apo secila prej shoqërive tregtare ka të drejtë që në një fushë veprimtarie apo në një NIP të ketë disa fusha veprimtarie që i ushtron si aktivitet ekonomik? Ky është edhe momenti ku shumë biznese janë skeptik për mënyrën se si do ta formulojnë objektin e tyre. Statuti nëse është një shoqëri në përgjithësi të kufizuar apo nëse është një person fizik objektin e shoqërisë, veprimtarinë e saj. Veprimtaria nuk është, le të themi, një fushë e cila kërkon një aspekt strikt të mënyrës se si do të plotësohet. Që do të thotë, nga vetë emri fushë veprimtarie do të thotë që ti duhet të jesh shumë i qartë në mënyrën se çfarë ti do të ofrosh në biznesin tënd. Nëse ti do të ofrosh një gamë të gjerë shërbimesh, është e nevojshme që ti listosh të gjitha shërbimet që do të ofrosh, por nuk të kufizohesh në numrin e veprimtarisë që do të ofrosh. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme që nëse ne do duam më vonë të bëjmë ndryshime në veprimtarinë tonë, ti regjistrojmë këto ndryshime në QKB. I cili është edhe institucioni i cili regjistron shoqëritë. Ndalem pak te guida e ndryshimeve që mund të pësojë një person fizik apo një SHPK apo një SHA në vazhdimsi. Çka do të thotë? Sa ka të drejtë një formë juridike X të bëjë ndryshime në koherencë në bazë të zgjerimit që ajo do të bëjë, të veprimtarisë, të ndryshimit të selisë, të çeljes së një adrese sekondare e të tjera e të tjera. Çfarë duhet kemi parasysh bizneset në këtë aspekt? Duke qenë se tashmë të gjitha bizneset regjistrohen në QKB nëpërmjet e-Albania, pra digitalizimi nga njëra anë ka ulur kostot dhe burokracinë, por nga ana tjetër ka rritur ndjeshëm edhe nevojën që kanë këto biznese për të konsultuar, qofshin ato avokat, jurist apo ekonomist, dhe të jenë shumë të qartë dhe të saktë në mënyrë se si aplikohen këto kategori shërbimesh në sistem. Që do të thotë, nëse një biznes do dojë të bëjë ndryshime, atëherë do duhet që këto ndryshime, përveç se ti pasqyroj në vendimet e asambles kur bëhet fjalë për SHPK-t, do duhet që ti pasqyroj ato edhe në sistemin e e-Albanias kur kërkon të pasqyroj ndryshimet që vendos asamblea. Në momentin që shpesh bizneset gabojnë në momentin që nuk i regjistrojnë ose i neglizhojnë regjistrimin e këtyre ndryshimeve, duke u përballur më pas edhe me pasoja ligjore. Për shembull, mund mos ndryshojnë selin faktike, por nuk e ndryshojnë ato në QKB, apo zgjerojnë fushën e veprimtarisë, por nuk e reflektojnë atë. Dhe të tjera si këto, çfarë konsekuencash ligjore shkaktojnë mos ndryshimet në kohë dhe mos publikimi i tyre në regjistrin publik, që është qendra kombëtare e biznesit? Patjetër që SHPK-ja që nga vetë emri që ka është shoqëri në përgjithësi të kufizuar dhe përgjigjet secili nga ortakët deri në vlerën e kontributit të tyre, deri në vlerën në kuotën e shoqërisë. Gjë që do të thotë, në momentin që nuk pasqyrojnë këto ndryshime, përbën arsye për të konsideruar atë një problematik ligjore me të cilat do përballen më pas me gjoba, pamundësi për të bërë ndryshime dhe kontrata të reja, duke qenë se ndryshohen kushtet dhe rrethanat apo raste të tjera në të cilat pengohen edhe transaksionet e llogarive bankare.
Shumë e qartë. Përsa i takon emrit tregtar që mund të disponojë një person fizik apo shoqëri tregtare. Si bëhet i mundur regjistrimi i emrit tregtar? Për shembull, një person fizik me emër me mbiemër në treg qarkullon me një emër tregtar X, a është e detyrueshme që ky emër tregtar të jetë i regjistruar te rubrika emri tregtar i personit fizik apo i SHPK-s apo i SHA-s? Është shumë e rëndësishme që personi fizik, SHPK-ja apo shoqëria aksionare të identifikohet qartë nga një emër unik. Që do të thotë, nuk është e detyrueshme regjistrimi i markës dhe i patentës së biznesit apo emri i biznesit, por është shumë e këshillueshme nga ana tjetër, duke qenë se shpesh herë shumica e bizneseve falimentojnë për shkak të mos organizimit apo neglizhencës, sesa nga mungesa e fitimeve. Ka biznese që mund të kenë fitimet konsiderueshme, por nga ana tjetër neglizhojnë aspektin juridik. Kjo për sa i përket markës dhe patentës apo emrit unik, kjo përkthehet në faktin që nëse ti do të duhet të regjistrosh biznesin tënd, emri i biznesit është një procedurë e cila do duhet realizohet më vete. Pra regjistrimi i emrit, i markës apo i logos është një procedurë që biznesi do të duhet ta bëjë veçmas regjistrimit të shoqërisë. Që bëhet në DVPI, në drejtorinë përgjithshme të pronësisë industriale. Pra këto janë dy procese ligjore që janë të ndara nga njëra tjetra dhe që nuk kanë lidhje juridike me njëra tjetrën. Pra, nëse një biznes është i regjistruar me një emër tregtar në QKB, nuk do të thotë kjo se automatikisht nga kjo ka të regjistruar dhe markën. Pra, ky është një proces që ata duhet ta bëjnë veçmas. Duhet ta bëjnë rishtas, po, duhet ta bëjnë veçmas. Duke qenë se shpesh herë kemi në treg ka dhe abuzime, duke qenë se një person mund ta ketë nisur biznesin e tij në një kohë shumë më të hershme dhe del në treg një biznes i ri i cili duke përfituar nga ky emër i pa regjistruar i biznesit, e regjistron dhe ka të drejtën që ta përdori ai emrin dhe jo biznesi i cili realisht e ka mbajtur këtë emër që prej shumë kohësh. Prandaj edhe është më tepër e këshillueshme se sa e detyrueshme nga aspekti ligjor. Përsa i takon klasifikimit të shoqërive tregtare si shqiptare apo të huaj, cili është elementi që identifikon këtë proces? Kur një shoqëri klasifikohet si shqiptare dhe kur një shoqëri klasifikohet si e huaj? Në fakt, së fundmi në Shqipëri po vinte shumë bizneset huaja të cilët themelojnë shoqëritë e tyre ose çelin deg të shoqërive. Ose zyra përfaqësimi, secila prej këtyre kategorive le t'i cekim, jo vetëm sipërfaqe, por për nga përmbajtja ligjore. Është shumë e rëndësishme të bëhet dallimi në fakt, sepse ekziston termi deg e shoqërisë së huaj, shoqëri shqiptare dhe zyra përfaqësimi. Përsa i përket degëve, nuk kupton që një biznes jashtë shtetit apo jashtë vendit apo qoftë ajo edhe në Shqipëri hap një degë të po të njëjtit biznes. Pra nuk është biznes i ndar, por është rrjedhojë e një procesi ekzistent më parë. Ndërkohë nga ana tjetër kemi shoqëri shqiptare e cila do duhet që të jetë themeluar sipas legjislacionit shqiptar dhe nga individ me shtetësi shqiptare. Përsa i përket përfaqësive, karakteristike veçante e përfaqësive është fakti që nuk prodhojnë fitime monetare. Pra nuk prodhojnë veprimtari ekonomike dhe duke mos prodhuar veprimtari ekonomike, nuk kupton që këto shoqëri ekzistojnë vetëm për të promovuar, marketuar shërbimet në aspektin kontraktual, pra ndërmjetësojnë procesin e biznesit dhe kanë të drejtën vetëm të marketojnë, të lidhin kontrata, ta përdorin për studime tregu, pra ka një specifik themelimi i përfaqësive në Shqipëri. Nuk do duhet absolutisht të ngatrohen bizneset dhe të themelojnë një përfaqësi nëse ka ndërmend të ushtrojnë një veprimtari ekonomike. Po, sepse shpeshherë kjo shkakton konfuzion edhe pak fiskal edhe juridik, pra njerëzit shumica nuk e dinë që duhet kanalizuar në këto lloj formash juridike. Përsa i takon statutit të një shoqërie, a duhet bërë ai me formë të thjeshtë, shkresore me nënshkrimin e ortakut apo të ortakëve të cilët janë pjesë e një shoqërie, apo duhet të jetë me akt notarial në mënyrë që të merret nga QKB-ja si i mirëqen për nga forma juridike?
Atëherë, në fakt, themelimi i statutit, sikur se thamë, është akti kryesor dhe i detyrueshëm nga aspekti ligjor për të themeluar një shoqëri përgjithësi të kufizuar. Për sa i përket nënshkrimit të statutit, ligji merr parasysh vullnetin e aksionarëve apo administratorit, që do thotë është shumë e thjeshtë që vullneti të merret dhe me firmosjen nga aksionarët e statutit, ndërkohë që ka raste dhe momente caktuara kur vetë ligji kërkon që ky statut të jetë i nënshkruar përpara një noteri. Raste specifike të tilla mund të jetë kur kemi të bëjmë në thelb me shoqëri që ushtrojnë të rinë në një pasuri të patundshme, ose që në objektin e përmirësisë të tyre kanë pasuri të patundshme. Nga ana tjetër, duhet bërë dallimi midis një shoqërie shqiptare dhe të huaj, sepse shoqëritë e huaja patjetër që në momentin që themelojnë një statut, do jetë domosdoshme ta realizojnë këtë proces në praninë e një përkthyesi dhe të akteve të përkthyera, të cilat nga ana tjetër kërkojnë domosdoshmërisht ekzistencën e përkthyesit zyrtar dhe nga ana tjetër noterizimin e përkthimit nga një noter. Duke qenë se shpesh herë shtetasit e huaj konfuzohen për sa i takon procesit të aplikimit për të themeluar apo çelur një biznes në QKB, për shkak se kanë vështirësi në pajisjen me nënshkrim elektronik. Çfarë këshille do të jepje për këta shtetas? Dhe dua pak të qëndrojmë tek nënshkrimi elektronik si domosdoshmëri në procesin e çeljes së një shoqërie tregtare apo të një personi fizik. Në fakt, ky është një moment shumë delikat dhe është shumë i rëndësishëm për tu prekur, duke qenë se sikur se tham, aplikimi për të themeluar një biznes në Albania është kompleks nga vetë natyra që ka ky sistem. Për bizneset e huaja, shoqëritë e huaja që operojnë në Shqipëri, në momentin që pajisen me një prokur, lëshon një prokur për avokatin apo personin kompetent që e merr përsipër çeljen dhe themelimin e një shoqërie, është e nevojshme që të bëhet aplikimi nga nënshkrimi elektronik i personit që pajiset me prokur për ta themeluar shoqërinë. Nga ana tjetër, vetë nënshkrimi elektronik për bizneset jo të huaja, por shqiptare, ka mundësi biznesi deri në momentin që përgatitet dhe konsolidohet për 2 javë ta përdor falas shërbimin elektronik pa pagesë. Pas 2 javësh është detyruar që të bëjë procedurat përkatëse për të pajisur me nënshkrimin elektronik, i cili do të shërbejë për të firmosur në të ardhmen të gjitha aktet e lëshuara nga biznesi. Dhe ky nënshkrim elektronik ta theksojmë që ka një afatshmëri 1 vjeçare dhe më pas të gjithë individët që disponojnë duhet ta rinovojnë atë. Në të kundërt nuk është më i vlefshëm. Po është një procedurë ligjore që kërkohet të ribëhet çdo vit. Momenti i parë është ai 2 javor i cili lëshohet falas, ka mundësinë që të nënshkruajnë akte pa pagesë. Pas 2 javësh është e nevojshme që të pajisim nënshkrim elektronik, i cili është detyrueshëm që për çdo vit të pajiset çdo subjekt. Duke qenë se së fundmi nëpër media po lobohet për sa i takon faktit të detyrimit ligjor që ka qenë, por në fakt tani po lobohet masivisht për influencrat dhe regjistrimin e tyre pranë qendrës kombëtare të biznesit. Çfarë do të thoje për këtë aspekt dhe cila do të ishte këshilla jote juridike si profesioniste e kësaj fushë? Në fakt, momentin e parë që u lancua dhe u thah kjo gjë, shumica e pritën si një lajm sa të keq, aq edhe të mirë. Pra një lajm i keq për vetë influencerat, nga ana tjetër një lajm i mirë për bizneset që e ndjenin konkurrencën. Në fakt do thoya që për vetë influencerat që e kanë pritur keq këtë gjë, unë mendoj që është një augur i mirë për të rregulluar veprimtarinë e tyre, sepse në thelb fakti që këto influencerë do duhet të pajisen me NIP nuk kupton edhe që rregullimin në praktik që do t'i bëhet veprimtarisë së tyre ekonomike. Pra tashmë influencerat, të gjitha kontratat e rëndësishme të lidhura me biznese të caktuara do t'i përkthejnë në të bërit biznes të rregullt në të cilin do duhet të deklarojnë të ardhurat e tyre, fitimet e tyre të paguajnë sipas legjislacionit në fuqi, duke zgjedhur formën juridike më të përshtatshme sipas edhe veprimtarisë së tyre dhe xhiros vjetore. Klaudia, edhe një pyetje për sa i takon përfaqësimit apo administratorit që koordinon veprimtarinë ekonomike të një shoqërie tregtare. Cili është afati ligjor për një administrator apo sa administrator mund të ketë një shoqëri tregtare sipas ligjit?
Varet gjithmonë nga dinamika e vetë të shoqërisë. Nëse shoqëria e shikon të arsyeshme dhe veprimtaria e saj nuk kupton të pasurit më shumë se një administrator, kjo është edhe një nga karakteristikat që ka vetë shoqëria në përgjithësi të kufizuar. Pra mund të ketë më shumë se një administrator, mjafton që rolet e administratorëve të jenë të mirë përcaktuar në statut. Shpeshherë niset duke bërë biznes nga miqësitë e ngushta, pa e përcaktuar dhe duke neglizhuar faktin që nuk është problem nëse secili prej nesh rregullon veprimtarinë e shoqërisë. Më pas këto kalojnë në problematika kur bëhet fjalë për ndarjen e fitimeve. Prandaj dhe për sa i përket numrit, ligji, legjislacioni të lejon që të kesh më shumë se një administrator në shoqëri. Nga ana tjetër të kërkon gjithashtu të jesh pak strikt në mënyrën se si secili nga administratorët do t'i ndajë rolet e tij dhe do marrë fitimet në fund të bilanceve. Në përmbyllje të gjithë temës që trajtuam së bashku, nëse do të kishe një thirrje duke u nisur nga këndvështrimi jot profesional, por edhe praktik, sepse e di që ke eksperiencë të gjerë për sa i takon konsulencës me bizneset, cila do të ishte thirrja jote për të gjithë ata njerëz që ideojnë apo projektojnë të nisin një biznes? Mesazhi kryesor që unë jap është që të jenë sa më të qartë në mënyrën se si do të funksionojë, pra ideja e tyre të jetë e qartë fillimisht në letër dhe më pas duke qenë fillimisht në letër e konkretizuar, do ketë patjetër edhe një histori suksesi në vazhdimsinë e saj. Është më mirë që rregullat të vendosen kur shkojmë mirë sesa rregullat të vendosen kur krijojnë konflikte. Shumë e drejtë. Klaudia, të falenderoj. Ishte kënaqësi e veçantë. Të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd profesional. Unë të falenderoj shumë edhe ju uroj gjithashtu edhe ju suksese në podcastet e ardhshme. Shumë faleminderit. Ju ftoj të vazhdoni të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar në YouTube me të njëjtin emër ProLiq Podcast dhe të na ndiqni me episode të reja çdo të hënë në orën 19:00. Faleminderit që na ndiqni.